Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Filluam një vlog përsëri. Sot është dita e verës. Nuk është se kemi ndonjë plan, asnjë plan s'kemi, por thjesht thash po hap një vlog se kemi ditë pa bërë video. Jam bërë gati për punë, jam veshur, do iki në punë. Pastaj më vonë do vi dhe Eli andej nga puna do kaloj se sot janë pushim, duke qenë se është dita e verës. Ka ardhur koleksioni i Angelit, kemi sjellë ngjyra shumë të bukura. Çfarë të reja tjera kemi, nuk është se kemi shumë të reja. Erdhi dori të më marri, kështu që pos brez të iki. Do të shkoj të marr disa porosi të postës, sepse më kanë ardhur disa porosi. Erdha. Kështu që shkojmë bashkë. Shi përsëri. Domethënë, ditë e verës me shi, që sot duhet ishte koha mirë. Përshëndetje Doni. Përshëndetje të qopo. Do shkojmë mirë të marrim copën. Diku do shkojmë të posta që është në Parruc. Ajo që është Unishoni, po. Përshëndetje Selda. Po bëj vlog. Eli, përshëndetje Eli. Që thash që ka dhe në telefonisht. Kemi ko pa bërë vlog, qa bëni vajza si kaluat një na thoni, në një gjetre nga jeta, gëzuar ditën e verës. Gëzuar dhe ju goca ditën e verës. Kështu, Selda kishtë arruar fare, më kishtë se mua, se dhe më kishtë arruar. Që është dita verës? Jo, më e kam ditë që dita verës, po se si ka thënë e kujtë gëzuar. Se ki festuar? Ase vogël. Kur një faqe për shembull me rroba, nuk të them përgjigjesh nga ora 11 e darkës, edhe ora tani është 2:30. A do të nisi pyetja apo jo? Po nisi më pyetje se sa marrë? E tamam? Po. Kështu i bën dhe Seldës. 2 pyetje apo 1? Oh, një. Jo po 10 fix. Kur ta shohim një, e shoh edhe ndoshta kanë flukso Eli se na ndodh dhe ne. Mu ndodhin edhe që se kthej përgjigje për një 5 muaj. Ishte më kanë odhe i faqë. Që s'të kanë kthyer. Të sa mund. Edhe man me taku. Po të kthemi përgjigje se qa do ta marrësh? E kam shi faqën kërë. Se di se që kam dash me pyet për zotë. Qa ke? Jo, po shikoja këndit, njerës. Atëherë, unë me Seldën tani duhet bëjmë ca top, atëherë ditën kemi bërë topa sot. O, jina thë, shqyqyr se m'ka qu për gjumit për zote. Se gati po të cinte gjumi, e? Po, a disa ke qishëm e disë për zote. Edhe tani do vazhdojmë duke rregulluar topat që kemi palosur një ditë gabim. Ne ish bjondet. Me thënë mendja është herë parë që po bëj këtë punë, kemi palosur gabim, kështu që tani duhet i heqim edhe t'i palosim përsëri. Po, ke qenë dhe ti ke bërë fije njërë në kohë, që atëherë sta mori me vetën floku. Për jej këtë bjone më mora se neski për Jo, s'ka gjë, e dim, s'është nevojë të pres. E dim se në zëri më s'ka ndohë. Eli ka hek ata. U mërzit se Eli mëj. Do bësh rrugë Eli. O ku, rrugë për ku. Po ma Eli ke... Më rrugë deri në shtëpi moj Eli. Po unë mërzita. Edhe? I këtë me thënë që kam nevojë për... Një përqafi. Ja, për një... A dhe kafe? Ja, piva kafe. Me dalë. Cappuccino? Ja, s'cappuccino. Po, do dalim direkt jashtë, do dalim kur t'i kim shtëpi. Po, për jo. I një bët gjithë shumë boring. Zgjedi të nga me... Më na thot se që jemi bërë Se boring. ma Eli. Sa në shtëpi herë kanë janë bërë shumë boring, se nuk e di si ishte se tjeka, nuk e di si jam knaqën me jetë. E ko me ta mëndë. Se Eli. Rrinë tonë ditën në shtëpi, nuk e di si s'mërzitën me bënë. Tërë ditën në shtëpi. Aty para televizor, hajqohen, bëjnë e i punë. Para televizorit, në fakt, tërë ditën, me hekur e lavatrice, me... Bëjnë, sa bëjnë muj, ma së nej... Pasaj bëjnë punë shtëpi. Eli, qa, shife. Edhe ke i të shumë. Qa është kjo jetë? Qa është kjo jetë? Qa na sugjerojnë të bëjmë, Eli? Eli, moshën tonë, ne ishtë nuk e nga dorë. Ta themon se qa duke bësh. Nade, ma. Robi të shojnë kare në nam. Bëjt gati dhe për kafe. Po. Ju që jeni punë, fali, harro.
Rubi qohet kur e ka orarin e punës. Shkon në punë, ose më përpara që merret se dita e marr, një kafe më përpara, mos më shkon në punë. Kalon atë orarëshin e vet, mos 8 orarësh të shkon në shtëpi, han bo, pushoj një fije, mund të laj në enë që mos të në një në shtëpi, mos dite. Mirë, si jeton vetëm shpirt. Po, e pra ata tjerë të njerëz të shtëpisë, nuk i përmendi fare, po s'duan gjë, s'ka gjë. Mos del pini kafe, diça, ose del dark pini good vend. Mos shkon në shtëpi. Bën punë të shtëpisë që mi pas gati për nesër, edhe ja fu gjumë. Edhe sa ori bjen me fjet ky njeri që pas ka kaq në Terezi. Ja. Sa do ma shpirë një kafe. E pra, në kurrin në një gazonier, që ka kurrin se kot më të pyet me gjithmonë. I shtëpi, si e jona për shembull, më shumë se 2 orë çka kemë bërë. Yli. Qa fleti? Po çka më bë më shumë? 2-3 orë më merr vetëm hekur i stelt. Heku. 3 orë merr vetë çka çaj thonë. Si po banako. Unë po them me bë kët për ditë. Me bë pakten 4-5 herë në javë. Po. I di, kur të rri vetëm në shtëpi, bën punë, hekurros, çka kemë bë me la. Atë punë. Ti thu me dole. Po, edhe ne. Ja, 2 herë listë, Nese duhet gjithë rrogat, po me gjitha lekët ti çojmë te kafet edhe te brançet ku hoteli. Ju zini me jetu më kaq ka burë. Kështu, s'kena nevojë për më lysë s'kena lekë. S'kena lënë kafe. Fix. Oli kot me pyet. Mirë ne që jemi në punë. Po programi i një vajze si puna jote si është? Ha. Jo, se s'bajt dhe më mirë. Thuje pra, është më boring, e? është më boring se jona, e? Jo, s'du më e thati qëtash. Shpi shkollë, shkollë shpi, e? Ja me se del. A ishte kafe. Po ishte se është dita verës. Mas nga javët ma i sejtë. U qmana, u stresova në shpi. Arriti dhe u smur. Shkona që s'ka dalë parë. Ose ma ili. Sepse ma ili. Okej, me mek me qpis, po të mërzitër edhe qpis. Më fërë që po të thëmë. E që të mërzitën. Për të rëgulloj. Se kjo është më realistë të shtuet. S'ke qa ban muhabet nga që e ka dite me ta? Boj, po, dhe rëni shef, ne muhabet s'tjapin, adin. Edhe kur ta japin, ne muhabet veç me të bërtit. Në nëzori gogola fare. Kjo të më thonë që i jetë një terror në shpije. Për kalëm në herë dhe bukur kështu në i humor, rralla, adin. Hajde në ndimo me topat, hajde. Ili ishto një këtë gjanë, ja ma mënë sa herë. Voj zëri si s'dele kështu, po që me bo më ili? I ka jeta këto. I ke me pasi. Ja, Të më thot burri më sënaj. Po i shosë, që vajnë burri një ashtu. Të më thot burri që i të bajk e dhanë fëmijëve me hangre kjerë hatu, s'ko dhani herë shpia, ja pan pun, nuk del koha dhe me dasht me pi kafe, nuk del ma koha. Ti po zdo lejtesh, se di me ty, më ndë njëtë. Dalini mos iftorit e pi kafe. Dhe të amus, jesë të me kanë shpi. Eli që mbrohet me porosit. Kush? Do një kartë pa qelsa. Do një pser dhe pa qelsa, do.
Ishte ndakush së vlog. Pse erdhe pa Çelsa Don? Ti dëgjosh atje tash? Ti dëgjoj, ja fol, ja ule pak zerin. Sot është dita botërore, sot është dita verës. Sa herë të kam thënë me vajzë kur merr në telefon. Më thuaj çka ke bën me hëngër? Oja tjetër. Pilaf. Me qa? Me qa? Me kotopulo, me pul. Me qa? Me pan. Ah, okej. Qa Ili? U gëzove? Porosit bam. O dëni? Mari Çelsa të mbylli dyqanin edhe ikni. Ikni vetë. O dëni, ku shkon ti pa Çelsa? Më thuj ku shkon ti pa Ku Çelsa? shkoj pa Çelsa me vajzë? Unë qisat e mi kam në qep. Po, Ah, bravo. Ti ku shkon pa Çelsa? se kush nuk ka vën rrip nga ju të dy. Unë. Dhe rripin Të pra. kam thënë 100 herë, me në telefon, je sigur që s'ke Çelsa, me si. Arrova, more se iku Silda Jo, para arrova, nesh, nuk mo. isha marrë Çelsa. Me marrë Selda në telefon, me u këthy, si të Çelsi ti thuash. Po, se fajnë Silda ta ka që arrove ti Çelsat. S'po kupton ata. S'po dikush. Unë Çelsa në xhepi kam më vajzë, po Çelsin tim ja kam dhënë Seldës. Pra nuk është gabimi im. Po jo, është timi. Më fal pase. Ma bën Allah, a? Pse, çfarë kam unë që arrova Çelsat e mi? Çfarë kam unë që arrova Çelsat e mi? Ai di që më li, ja futu. Humor pa lidhje. Je në rregull ti desa. Vazhdo. Jepje në një vlog atje dhe je në rregull ti. Në rregull jam, pse mos jem në rregull? Je në rregull ti më vajzë. Ti je shumë rregull. A do bëjmë në një kështu bashkë një video që tham me ato ëndrat e çuditshme? S'kam ëndra. Nuk shikoj. Eli! Jo, Eli, nuk i them ëndrat e mia, mam. diskutoni me Donin dhe i thoja unë ëndrat të çuditshme që shikoj. S'ke parti ndonjëherë ëndër që fluturon? Ja, fillon. Mam Selena. Seriozisht. Mylla Selena. Ka masë më na bëhet me krah na fluturon me të vërtetë si pasoj. La fos. Agile! Pa. Lami pa. Sa po erdha në shtëpi të ndrojmë dhe të gatuaj, do bëj gato fasulet e mëdhaja. Si thuen shqip tani? Mi bëri shiu flokët. Si quhen shqip tani ato fasulet e mëdhaja, keni parasysh që bën tav. Fasulet unë përgjithësi nuk i ha, t'ju them drejtën, por këto që janë të mëdhaja, që bën në tav, më pëlqejnë jashtë mase. I bëj me spinak, i bëj, do ja u tregoj se tani do zbres që do t'i bëj, pra i zjej njerë, i kam vënë në mëngjes parsetikja tek ajo Delimano që të zjen, dhe tani që erdha do bëj salcën, dhe do jap vetëm një val spinakut. Dhe pastaj do t'i vendos në furr për një 15 minuta, 20 minuta derisa të lidhen gjitha bashkë. Kush është unë këtu të krevat që më ka prish mua krevatin? Eli ka bërë të gaf. Eli ka bërë të gafin. Dhe çanta e Elit. Të ndrohem shpejt, sepse Donin e ka marrë uria dhe mua më ka marrë uria dhe hengra disa biskota në makinë. Kështu që të zbres shpejt. Kjo koha kështu të acaron. E dini çfarë duhet bëj unë? Dua që të heqë veroret, të nxjerr që tani. Do thonë ju pse që tani veroret? Sepse më zëjnë vend këto dimërore, dua të seleksionoj dhe t'i heq gjitha. Do më thënë ato të trashat, kanë disa triko që do jap mami, disa triko të gjera kështu, do jap mami se kot sa i mbajta, nuk është i kam vesh, nuk i kam vesh fare. Kështu që kot sa më zëjnë vende këtu në dollap. Ti seleksionoj dhe të boshoj dollapin, ta liroj pak se bet aty shtrëngojnë gjitha veshjet. Atëherë të fillojmë. Leva në market këto biskota që fillova anësh, salsa që na duhet, majdanos, këto i mori Doni fuqa të vendet dhe guda se s'kemi për tosta, dhe sa më shpetur tani. Se jo më ka gri uria të laj dhe spinakë. Do
Të shoh një hera janë bërë këtu si lanë në gjithë të zihen dhe voroj të nxjerrë si duhet. Ja pra njerëz, këto janë fasulet e mëdha. Këto janë të mëdha. Të zjerë janë zjerë, të lajtë spinakun unë. Po bëj një salsën më mirë. Vendosa më ndonë në shparo dhe të tërë. Që si e qupin pajtë, sa gile? Da Zuli! Aga, qo? Qo për në mala? Pa marri alla qupin? Qo. Agile mos bërtit. E fusim në furr. Lea, përshëndetje. Përshëndetje. Për ku jeni ju dyja? Ku t'na çojnë putrat tona. Ku ti çoj, do me thënë që do dilni po zgjini se ku do shkoni. Po. Drejtim pa ditur, e? Po. Bravo. A vi Marrë me ne, po të bëjmë te speciale. Tani e thua që sa për ta thënë apo e ke seriozisht? Jo, shumë seriozisht e kam. Thoj Eli, do vi dhe Teza me ne. Eli do vi dhon. Nuk do Eli që të viun. Jo, hajde. Nuk do Eli që të viun. Hajde. Jo. Për zotin hajde. Të bëllë dhe. Eli, a vi dhon? Në makinë, po. E? Hajde. Të vi, e? Po me hajde. A, do shkojmë gjiro, do besh kështu me makinë, do na besh gjiro ti me makinë. Po mirë, hajde. Po, si thot sikur po më bën derë mua. Po mirë të bë. Mirë jam të bë. Kam gren ka shumë fasule sot. Sa ta mbaj mend. Dhe besoj se do më shkoj mendja gjatë që të hap me fasule. Nuk e vazhdova vlogun sepse kishim hergën me temperaturë. Dhe kaluam pas ditën këtu, do hapa këtë këtu që gjitha në frigorifer të mshehur. Në fakt e ka marrë doni për vete, doni gjithmonë merr gjëra për vete dhe gjithmonë harron t'i haj dhe përfundoi i ha unë. Sa agilo dhe pastaj kur kujtohet doni dhe një kis kur kujtohet doni që i kërkon, nuk ka më normal se i kemi ngrenë. Si për shembull, biskotat me çokoladë që kishte marrë në Afin. Edhe i them sot unë, sa të mira ishin ato biskota, cilat më të ato që more ti i them unë. Më thot nuk provova fare, dhe nuk i provova, mirë thash, presin biskota ty, janë prishur. Ku janë, do të mua i mbaruam, janë gëm qito. Dhe mua çokoladat pëlqejnë vetëm kur janë jashtë frigoriferit, kur janë frigorifer që janë shumë forta nuk ja dot. Kështu që një zorat të dyja në frigoriferi doni do të forta. Prandaj doni dhe Eli duan nga frigoriferi. Kisha shumë kohë. Jemi në ditën tjetër, po mbledhe lodrat këtu të hergës, pse dje në darkë nuk mblodha dhe kam në rumuj, kështu që po mbledh lodra, do mbledh edhe kuzhinën, se kam dhe kuzhinën në rumuj, që them të drejtën. Eli ka fjet nga Lea mbrëm dhe duhet i bëj unë gjitha. Erdha në puna, po kam kapur aq keq qafën mrapa dhe me zje lëviz dhe nuk e ke në ide sa më dhem, do më dhe nuk e kthej dot kokën, duhet kthejmë komplet kur duhet shkoj diçka mrapa. Jam keq, më dhem shumë. Për të gatuar të paktën do na gatuaj doni sot, po pjek peshk jashtë, kështu që të paktën nuk kam stresin se ça të gatuaj. Dhe pse kanë mbetur edhe disa kështu nga ato fasulet e djeshme. Thjesht kam për të mblidhur kuzhinën. Këto blerjet këtu. Kam për të mbledhur kuzhinën, të shkoj të ndrohem njerë, që të rregoj dhe outfitin e sot që nuk ishte ky në fakt, se vajta në punë dhe nuk kam bërë vlog, se kam kap aq shumë keq qafën, në punë e ka pa qafën, duke bërë një provë. Dhe quam dhe hergën për vizitë doktoresha,
pse ka pas temperaturë të lartë. Ua, sa më dhem qafa o njerës. Më dhem shumë, se keni ide, në mezi lëviz. Më thënë, nuk e di e kam fix këtu. Ua. Shumë po më dhem. Të rregulloj këto gjërat të të përvarëste. Do më thënë, edhe sikur shtëpia të jetë rrumuj kudo, dhoma e gjumit këtu unë dua të jetë në perfekcion. Nuk e di, e kam kështu fiksim vetëm dhomën e gjumit. Normal dhe komplet shtëpinë, po dhomën e gjumit e kam pak më. Nuk e di, sa do vonë që t'jem, nuk i ki pa rregulluar dhomën. Kështu që dhe tani, direkt, çdo veshje dua ta vënë direkt në përvende. Këtë sa e vesha në mëngjes, asë një orë, dhe erdha Joqa, sepse është shumë vapë sot, dhe pse është koha vrenjtur, është shumë vapë. Ashtë shumë edhe më qafa, sa më duket që ku me meret fryma. I betojmë. Si u thash unë dje, që do rregulloj dollapin? Asgjë s'bëra. Asgjë. Hajde inshallah sot të gjej kohën. Si fillim të mbrojmë dhe të shkoj poshtë. S'dal dot as jashtë. Sepse ka nxjerrë doni xhiro mikën dhe mika kur del jashtë për si e tërbuar të hidhet, dhe kur kam kështu rroba të mira mundohem që mos t'i afrojmë sepse më hidhet dhe mund të mi qertë, mi bëj cop. A, nuk ju thash që na ndodhi një ditë. E nxori doni jashtë dhe na iku. Më çovi, derisa më çovi mua, kisha për të bërë qerpikat atë ditë, e di nails. Më çovi doni mua atje dhe kur erdhi të më marri, më tha mua ka humb mika. Qa thua më, i them unë? Po, tha, ka humb mika, më tha mua. Kam 2 orë që po e kërkoj dhe se gjej miku truri, kemi kërkuar kudo, do me thënë 3 orë, kemi kërkuar kudo për mikën, atë ditë bënte edhe aq shumë ftohtë. Më kishin zënë dhe ethe, sepse pasaj me makinë nuk futeshin dot në çdo rrugis, kështu që kërkuam sa kërkuam me makinë, pastaj erdhëm morëm motorin dhe po kërkonim me motor, shikonim çdo njeri që shikonim rrugës e pyesnim nëse kanë parë një qen ngjyrë gordë dhe kështu, asnjëri se kishte parë paktën nga ata që pyesnim ne. Duke kërkuar, kur duke u kthyer për shtëpi, dridhesha nga stresi, nuk e keni iden, kur e shikojmë zonjën duke ardhur, aq është gëzuar, dhe aq jam gëzuar unë, sa se keni iden, ku s'më shkonte mendja. Thash do ta ketë marrë dikush, kisha frikë se mos na që ajo ikën si e tërbuar, mos e ka shtypur në një makinë, ku s'më shkonte mendja. Por shkon sa shkon xhiro, prap se prap këtu vjen. Në kuzhinë është ku ka plas bomba, si kur kush e di se sa kam gatuar unë tani, se ju thash mbrëm nuk bëra asgjë. Mblodha vetëm tavolinën që hengëm dhe i vendose këtu mbi lavamanë, kështu që tani gjithë të muj duhet ta mbledh. Sepse erdhi dreka. Dreka ditës tjetër dhe unë s'kam bërë asgjë. Përveç dhomës të gjumit dhe kuzhinën e kam të merr ta shikoj rrumën, po të paktën në kuzhinën shumicën e kohës merret Eli. Tani që s'është Eli duhet ta mbledh unë. Se diçka që kam shumë bezdije është kur vendosin pjata këtu palare këtu dhe nuk hedhin ujë që të zbutet, se si t'ja bëj unë tani. Se ti. Këto du të heq këto njerë.
U vesha përsëri do të çoj Agilon, më duket se do hiqi telat se më ka shkruar dentisti dhe ka orar tani, kështu që ti ki të çoj Agilon dhe pastaj do vi të vazhdoj me punën. Paktën kuzhinën e mblodha mbarova, tani kam vetë edhe sallonin e kam mbledhur, vetëm dhomën e Elit, që Eli pas ka ardhur dhe ka krijuar pak rrumuj këtu te dhoma saj. Erdha. Erdha. Nuk mbesohet, do më thënë, nuk e di qatë këthejmë përmbys. Qatë këthejmë përmbys, ja, fillovi shi sa dolëm ne. Kemi, do më thënë, nuk e di sa vjetë pa dalë një të katërt bashkë. Me Donin, Elin dhe Agilon, për kafe. Qatë këthejmë përmbys, nuk e di. Sa dolëm ne, fillovi shi direkt, ja. Ai tjetri, kthevi mendje që s'erdhi. Arrova t'ju thoja që hoqitelat. Dënia, mund na fikësh pak muzikën? He moj zonjë. Kam që dje pa të parë. Që t'je kam pa të parë. Si? Mirë, si kalove ti? Mirë, na shpia mirë? Të hajt, diqa. Ishte që dje nga Alia dhe tani erdhi, s'ka shumë që erdhi në shtëpi. Kisha ardhe mëngjes më duket ku isha në punë. Për sherr kisha ardhe më duket. Po, erdhe. Erdhe, sa bere pak rumuj dhe ike. Po. Bravo. Agilo, pse si erdhi akoma don? Mere mu e lidhë. S'kam ofert, më ke lënë pa ofert, bab. Ke lënë pa ofert. Si e ka bërë gabime? Ke nerva, Ke nerva me mua, Na tërgo pak që ke e shtelat njerë, ja. Na tërgo pak. Na tërgo pak mu. Doni ka la makinën dhe shikoni si u bë prap. Karashi me dhe, Doni si shefti, pse se pasun pak xhamin, se mua macaron tani që është kështu bravo. Kam hapë atë kanalin, si quhet, në Instagram dhe nuk po di fare si ta përdor, do me thënë e hapa, por shumë njerëz që munduan që të bëhen pjesë, nuk bëhen dot pjesë, nuk e di. Kam shtyp diçka gabim unë se kam bërë siç duhet. Se di se çka kam bërë, thjesht mezi prisja që të më vite, shumë njerëz e kishin si opsion, po unë nuk e kisha. Se çka kam shtyp dhe nuk di si ta rregulloj. Ne nuk mund të bëhen një pjesë, por gjithsesi do shikoj ndonjë video, ndonjë tutorial në YouTube të shikoj se si mund ta rregulloj. Edhe më pëlqevi shumë si ide kanali Instagramit, më pëlqevi sepse nuk e di, me kanalet e kam më mirë se sa me këto aplikacionet që është si Instagrami, TikToku dhe këto. E njëjta gjë është, po ideja e kanalit më duket si kanali YouTube-it, më duket sikur flas më lirshëm. Si kaluat ju? Shumë mirë. Agile, ku jeti? Ka humbur djali. Ku je, more? Ala, ca bën ti këtu? Ca bën ti, ala? Agile. Do ndesësh televizorin ti, ala? Do bëjmë nani. Hala, hajde hyp këtu të krevatit ve alla si ai. Do kenga, vajza tani. Ua, që i bërë Agilos. Ua. Alla. Hajde, ala, hajde, Të taj. Ku me alla? Ku me shpirt? Do ikim taj taj. I ka i këseri më ndë.
Hello nga dita e fundit, sot është diel dhe dje që ndruam deri vonë në fakt duke parë bikun, mbarëm dhe sushi që dolën super të mira. Tani që po editoja, se dielën në mëngjes ç'a bëj unë, editoj, pa hap mirë syt, filloj dhe editoj që të keni gati ju një video për të parë me që është dhe diel, dhe keni ditën pak më të lirshme, dhe mund ta shikoni, domethënë me dëshirë të plot videon time. Dhe thash direkt të editoj. Fillova të editoja pas që nuk isha bërë mbyllje, kështu që po e mbyll tani. Koha sot që nga super e mirë dhe uroj të dalim të pim ndonjë kafe. Do shkoj dhe pak të puna normal, dhe pse është diel, po uroj të paktën të dalim të pim ndonjë kafe dhe të shijojmë këtë kohën super të mirë. Ja, sa thash unë koha është super e mirë, filloj dhe u vrejnë, ishte mos ja fut shi. Nëse njerëz, ju mos harroni të bëni subscribe, sepse kemi thënë që këtë vit uroj të paktën me ndihmën tuaj të shkojmë 100.000 subscribers. Më motivoni dhe mua që të bëj më shumë video. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, shtypni dhe zilën që t'ju vi notification sa që postoj video dhe bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim angels.